edhe një ditë hynore. Aty që e në qelë të nderofshin të gjithë njerëzit, e tjerë, o Jezu Krisht të qofsha falamin. Filloje vini, filloje ditën tënde vini. I gjori Filip. Është në të mbaruar. Pa fundja, s'është më keq. As më mirë, as më keq. Një lloj është. I gjori Filip. Ta ditën e ditës vetëm gjumfla. S'ka asnjë shije në jetë. Dhuntia mrekullueshme. Ta kisha dhe unë. Këputja mungesore e kësi foshnja, fëmijë të rritur, 6 luk në ditë mbushur e plot, para dite mbas dite, para buke mbas buke, për mirësimi me një hershëm. Tani jam më mirë. Goje vogël, me buzë të kuqe. Shumë i përnderti i mzot Karolus Shaspo. Vdiq teksa bënte banjo. Charles Shaspo. Charles Shaspo. Mbyll sytë edhe shoh veten sërish ullur në prerin e tij, në oborin e rrethuar pas shtëpisë. Ato ditë të bukura të kohës së lumtur. Kërkohet një djalosh i shkafët. Balloja ime e parë, balloja ime e dytë, puthja ime e parë. Një mjek masazher Demulena me mustaqe të dëndura dhe të kuqereme që vinin si në ngjyrë karrot. Në një kolibe kopshtari. Pas që më bie në mend se ku, me sa duket në shtëpinë time s'ka pasur kurfar kolibe e kopshtari, po edhe në të tijën jo. Më dalin përpara vargjet me hudhra, radhët me vazolulesh. Muktira që vinte dhe bëhej më e dëndur midis trarëve të tavanit. Një hyrje e këndshme, me 2 dhoma e kuzhinë, e qetë, e ndritur me diell. Sikur të mos më rëndonte vetmia. Do të them që të mos kisha nevojë që dikush dëgjonte llomotitjen time. Jo se më rënë mendja që ti, Vili, merr vesh në gjë mos e dhënë Zoti. Po ka raste kur ti përgjigjesh. E në ato raste unë mund t'i them vetes: Vini, ti nuk flet si qyqe vetëm në shkretë të tjerë, gjë çka kurrë nuk ka mundur ta adoroj për një kohë të gjatë. Ndërsa po të vdisja ose të mbraktisja, si do më shkonte filli atëherë. Çfarë do të bëja gjithë ditën e ditës, dua të them qysh nga momenti kur bie zilja për t'u zgjuar, edhe deri në momentin kur bie zilja për gjumë. Apo të ria, nga i kyqur përpara, pa thënë më qoftë një fjalë të vetme që do të synte heshtjen e këtij vendi. Flokët e mi, i kam krehur? Normalisht krihem. Furça nuk qënë ka në vend. As krori nuk qënë ka në vend. Furçaja ku është?
edhe kryeria ku është? Do t'i kem futur brenda pasi ka mbaruar punë me to. Normalisht unë nuk i fus gjërat pasi mbaroj punë me to, jo. Unë i lë lart e poshtë ku mundem, edhe i mbledh të gjitha bashkë i fus në çantë ndaj të grysuri. Stili i vjetër. Jam bli stili i vjetër. Po fundja që rëndësi ka. Let fare, do krije më vonë. Fundja fundit koha i përket Zotit edhe mua. Zotit dhe mua. Shprehje e çuditshme, mund të thuhet kështu? Avil, do thoje ti për shembull që koha jote të përket ty dhe Zotit. Avil, do thoje ti që koha jote të përket ty dhe Zotit, Vil. Fli. Ai do të flas me mua sot. Oh, sa e bukur ka për qenë edhe kjo ditë. E pyes veten. Gjithnjë e pyes veten. A do mund të më shohësh që atje ku je? Avil, po të bësh një përpjekje i hedh do të syt këtej nga unë? Nuk mundesh, a? Gropa si kur qënë ka ngushtuar, ose veç në mos qofsha fryrë unë. Të gjitha gjërat po bëmehen, ca më shumë, ca më pak, të gjitha nga vapa e madhe. Një gjeka si gjales. Një milingon qënë ka gjallë. O, më iku. Ja, ku është? Se qka një si top të bardhë. U fshet në tokë. Një si top të bardhë. Vez. Qfar? Vez. Mizëri vezësh. Qfar? Mizëri vezësh. Që gëzimi madh për mua, Vil, që po dëgjoj të qeshër sërisht. Edhe më ishe mbushur mendja top që as unë as ti nuk do mund të qeshtim kur më. Edhe shumë kush mund të na merrte edhe për të pasjellshëm. S'ke si a bën qefin më mirë të plot fuqishmi se sa duke qeshur bashkë me të për shakarat që bën. Sidomos kur këto të fundit janë pa krip fare. Apo, për tjetër gjë qeshe ti e për tjetër unë. Po fundja që rëndësi ka. Ti e di, si thot ai vargu i mrekullueshëm. Oh, tralala. Oh, zemra pëlqet edhe buza qesh. Vili, kam qenë joshë se unë. Vili, mos më kesh kupton, nuk dua të them ai e joshur ti se këtë gjë e di mirë të dy. Dua të them ata hamendja që mund të kemi joshur dikën në një moment të caktuar. Jo, nuk mund të përgjigjesh. E di dhe vetë është pyetje e vështirë. Mjaft të lodha tani, ç'lodhu. Do merre me çantën. Kam çantën. Nuk të bezdis më veç se po qesh e detyruar. Ta! Prapti. Brauni plak. Nuk qënke ka që rënd sa të qëndrosh në fund. Gjithnjë në krye. Brauni plak.
plak, Vil. Atë kujtohet ajo kohë kur ti më thërrisi ore qast. Hishma këtë nga duart, Vin, hishma këtë nga duart për para se tu kem dhënë fund vuajtjeve të mia? Ha? Vuajtjet e tua. Tani mjaft pash. Sigurisht ngushëllohem kur e di që je aty, po mjaft pash. Do të të lëj ashtja çfarë do të bëj. Vil, më duket se graviteti ka ndryshuar. Po sa vjen edhe po bindem se po të mos isha e groposur kësodore, do ngrihesha lart edhe do të rija pezull në qellin e kaltër. A Vil, a nuk e ndjen edhe ti sikur të thothin diçka lart drejt qellit? A Vil? Se ka kaq pak gjëra që mund të bësh. Edhe ditët ikin. Ka disa ditë që ikin edhe pa kthim. Edhe ti po thuaj se nuk e thën dhe nuk e bër asgjë. Ky është rreziku nga i cili duhet ruhesh. Më shkonin djersët shurk. Tani nuk djersi më. Vapa është shtuar, djersitja është paksuar. Kësaj them mrekulliun. Mënyrës se si u përshtatet njeriu kushteve që ndryshojnë. Biz, këndoj edhe një herë, Vil. A nuk do ta bësh ka gjë për mua, Vil? Jo, Vil. S'ke që bën. Është fare normale. Nuk mund të këndosh thjesht për të kënaqur tjetrin. Sa do të duash ti, jo. Kënga duhet buroj nga shpirti. Siç del kënga mëllenjës. Sa herë të kam thënë në kohë të liga, këndo tani vini. Merja këngës sate se vetëm këtë ditë të bësh ti, dhe ti prapë se prapë nuk e bëj. Nuk mundja. Kam një ndjesi të çuditshme. Kam një ndjesi të çuditshme sikur dikush po më vështron. Dukem qartë, pastaj dukem turbullt, pastaj dukem prap qartë, pastaj prap turbullt. Vete e vi në syrin e dikujt. E çuditshme. E çuditshme, jo këtu gjithçka është e çuditshme. Thras para syve të mendjes, një farë zotri Piper, edhe ndoshta një zonjë Piper. Ha? Ujo, Kuker. Vili të ngacmon gjë kujtesën ky zoti Kuker. Po. Edhe gruaja. Dorë për dorë, se cili me nga një çantë në dorën tjetër. Nga ato çantat ku mund të futësh çdo gjë, ngjyrë gështenj që rri në këmbë dhe t'i ngulin syt gojë hapur. Pastaj ky Piperi, apo Kukeri, që rëndësi ka. Oh, ç'tjallin bën ajo, thot ai. Ç'kuptim ka kjo, thot ai. E kallur në dhe, në këtë dhe të ndyrë, deri në krahëror. Një tip arbuti. Ç'kuptim ka kjo gjë, thot ai? E më the, të thashe, e gjithë marzit e botës, a më kupton, thot ai? Oh, me det, thot ajo. Si, me det? Çdo më thënë me det, thot ai.
Po ti, thot ajo, ti që kuptim ke? Çfarë kuptimi të kanë dhënë që ende mbash në këmbë mbi ato shputat e tua si lopata dhe me qypin tënd plot të pëgëra dhe me bret që mund t'i ndërrosh duke me zvarritur sa ndej dhe këndej mua. Një palo grua, një bashkëshorte të denj, edhe lëshom drejqemori dhe plaç. Përse nuk e nxjerr nga dheu, thot ai? E ka fjalën për ty, shpirti im. E që hyn në punë ajo grua në atë farfeje, ashtu si që shka ta ndisur ajo. Jo, duhet të nxirret nga dheu, thot ajo. Po me çfarë do ta nxjerrësh, thot ai? Po me duar, moj. Me duar do ta nxjerr, vetëm me duar. Duhet të ishin burrë e grua. E çuditshme të faniten fantazma të tilla në një çast të tillë. E çuditshme. Këtu gjithçka është e çuditshme. U shtrëmbërua e qafa duke të soditur ty. Po ja vlen, ama. Ja vlen më shumë se kaq. Vil. E di se të shoh gjithnjë në ëndër. E di se që më fanitet nga hera në ëndër vin. Sikur ti do vish tjetosh nga kjo anë këtej. Nuk do njehesha fare. Do bëhesha grua tjetër. Vil, a mund të vish? Ti nuk mundesh, e di. Po bie zilja për gjumë, edhe ti akoma nuk e thënë lutjen tënde, Vini. Thuaj lutjen tënde, Vini, thuaj lutjen tënde të vjetër. Përshëndes o dritë e beguar. Vili! Ndoshta edhe ti më ke braktisur. Ashtu si të tjerët, edhe ti ndoshta ke ikur dhe më ke lënë, po s'ka gjë tia aty. Edhe çanta është aty. Ajo çantë që më dhe atë ditë për të bërë pazarin. Atë ditë. Cilën ditë? Një herë një kohë lutesha. Nuk e fshet, tani nuk lutem më. Gratë mi. Gjinte mi. Cilët krah, cilët gjin. Vili. Cili vil? Vili im. Kjo tani, i e gjelbëroshe, Charlotte, shampanja të puthurat. E gjitha kjo ta turbullon mendjen sa më s'ka, po mua nuk më është turbulluar mendja. Jo tani. Vili, më duket se rrezullimi nuk është më siç ka qenë. Ha? Nuk e kur far mendimi? Ku ke pasur një mendim ti për çfarë do lloj gjë e qoftë? E pyes veten. Jo tër veten time. Gjithmonë mbeten ca gjëra. Ca mbeturina të vogla ndërsa po t'na linin mend. Sigurisht nuk do t'na lënë. Jo mua, jo tani. O Vili. Ti nuk e ke zakon të zhdukesh u kot së koti. Hera sjellja jote më duket shumë e çuditshme. E çuditshme? Jo, këtu gjithçka është e çuditshme. Ndoshta ai ka thirrur për ndihmë dhe unë nuk e kam dëgjuar. Natyrisht unë dëgjoj britme të mykura, të mbetura. Qofshin bekuara zhurma, se më ndihmojnë të shty ditën. Bevasni mi. Me nga dalë, Vini. Si thonë ato vargjet e mrekullueshme, ha? O, tralala. Gjithçka harrohet.
Vala. Val. Furishëm lëshohet. Furishëm lëshohet. Vala, furishëm lëshohet. Talazi mbi talaz. Talazi mbi talaz roposet. Edhe vala që kalon. Harron. Po jo të gjithën pi. Një pjesë. Sepse një pjesë mbetet. Dhe është mrekullia vetë kur të mbetet me mendje një pjesë nga vargjet e klasikëve. E di pse? Se mund të shtysh ditën me të. Thras para syve të mendjes. Zotri Piperin apo kuke. Dorë për dorë. Në dorën tjetër çantat. Moshe mesme. S'janë më të rinj, por as pleq nuk janë. Rinë në këmbë aty si hunj dhe t'i ngulin syt. Ja ashtu, po i hap. Oh, nuk e pas ka keq krarorin, thot ai, kam parë dhe më keq. Si ka keq supet, thot ai, kam parë edhe më të këqia. Val, a i ndjen këmbët, thot ai, a mos është atje brenda ashtu si që ka bërë nëna? Pyete, të lutem, pyete, thot ai. Po çfarë ta pyes, thot ajo? Pyete moj, a i ndjen këmbët, a mos është atje brenda ashtu si që ka bërë nëna? Nuk e pyes dhe lëshon drejt që e mori dhe plaç. I shoh tek po largohen. Dorë për dorë. Secili me nga një çantë në dorën tjetër. Qënjet e fund me njerëzore që rruga i solli gabimisht këtej. Po tani. Ndihmom, Vili. Sigurisht. Kur gjithë shka më mungon, më mbetet historia e jetës time. E një jetë të tërë. Që zëfill në bark të nënës, si që moti. Mildreti t'i kujtohet. Asaj duhet t'i kujtohet barku i nënës, Vin. Barku i nënës, përpara se të vdes. Ajo qenja 4 apo 5 vjeç kur i dhuruam një kukull të madhe prej dylli, të veshur me kokë këmbë gjithçka i duhej, me azhur të bardhë, me këpucë, çorape të brendshme, fund bareshe e dorashka, një kapele prej kashte të bardhë me elastik dhe një libër të vogël me figura dhe me shkronja të një mënta poshtyre që mund ta merrte në sqetull gjatë shëtitjes. Sy të kaltër si lule liri që hapen dhe mbyllen. Dielli sapo kishte dalë në horizont. Kur Mili u ngrit, zbriti. U mbështoll me penjuarin e saj të vogël. Zbriti shkallën e thikë me gjithse ja kishin ndaluar rreftësisht që ta bënte këtë. Kaloi në korridorin e ngushtë, hyri në dhomën. Filloi të zhvishte çupsën. Dhe filloi ta qortonte. Befas 1000. U loshua mbi kofshën e saj të vogël edhe Mildreti zuri të bërtiste dhe bërtiti derisa erdhi me vrap të gjithë për të parë se çfarë kishte ndodhur. Erdhi mami, babi, plaka Ani. Për të parë o Zot se çfarë prapësie mund të kishte ndodhur. Po tepër vonë. Me nga dalë. Shpejti do bie zilja për gjumë, edhe ti do t'i mbyllësh syt e nuk do t'i hapësh më kurrë. Përse ta thash prap këto tani? Një herë një kohë mendoja se nuk ishte asnjë dallim midis një fraksioni të sekondës edhe atij që vjen më pas. 2 sekonda. 4 sekonda. 1 minutë. 100 vjet. 500 vjet.
Thuaj lutjen tënde të vjetër. Vini. Stili i vjetër. O qasë të flëtërej që kënde, nga dalë në timi, premtimi që qasë të këthë, për qafimi zjarët, e të shirën pa fre, që të shkakët, mba me që njën të një. O qasë të flëtërej që kënde, nga dalë në timi, që qasë të këthë, për qafimi zjarët, e të shirën pa fre, që të shkakët, mba me që njën të një. O qasë të flëtërej që kënde, nga dalë në timi, premtimi që qasë të këthë, për qafimi zjarët, e të shirën pa fre, që të shkakët, mba me që njën të një. O qasë të flëtërej që kënde, nga dalë në timi, premtimi që qasë të këthë, për qafimi zjarët, e të shirën pa fre, që të shkakët,